Shikues nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Univers. Sot jemi në emision të gëzueshëm, pasi të gjitha bashkimet në komunitet kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një kontribut pra krahas individëve dhe institucioneve. Bashkimet shoqërore kanë një vlerë jashtëzakonisht konsiderueshme, kanë dhënë prova në veçanërisht në emigracion, kanë dhënë shumë kontribute për çështjen jo vetëm këtu në emigracion, por edhe për çështjen bashkëkombëtare shqiptare. Sot do të flasim për shoqatën Beso tek diaspora. Është pjesëmarrja e madhe, do thosha, e intelektualëve të komunitetit tonë, po për të marrë një informacion, unë kam ftuar drejtuesit e kësaj shoqate edhe anëtar të bordit, edhe para se të filloj, mendoj që t'i prezantoj, kemi të ftuar kryetarin e bordit, aktivistin e njohur, profesor Zaloshen, njihet në komunitet, është një person që ka dhënë një kontribut të veçantë, edhe gjithmonë ka qenë një mik i mirë i televizionit, duke sjellë emisione të nivelit të mirë. Të falenderoj për pjesëmarrjen, edhe me shpresë na sillni informacione sa më të mira dhe më të begata, ose të thosha shpresdhense për komunitetin shqiptar dhe për shikuesit tanë. Gjithashtu kemi edhe nën kryetarin e kësaj shoqate, është doktor Metko. Doktor Metkon duhet ta falenderoj sepse vazhdimisht ka qenë me emisionet e televizionit shqiptar të Amerikës dhe kryesisht për çështjen e shëndetit të njerëzve. Do të thosha, kam edhe emocione, por du të them, edhe pse mund të jetë një prezantim pak i gjatë kohës pandemisë, ka qenë gjithmonë pranë shikuesve tanë, pra pranë komunitetit, dhe ka shpëtuar sa jeta njerëzish me këshillat e tij, dhe të falenderoj shumë, e Zoti ta ktheft mirë familjen e ty personalisht. Po ashtu kemi dhe sekretarin Roani Saku, është inxhinier, arkitekt, edhe Roani njihet në komunitet, një aktivist i kahershëm, i vazhdueshëm, bashkëpunon më mirë, edhe pse punon për një kompani shumë me emër të madhe në Michigan, pra një kompani amerikane, është i gjendur dhe me zhvillimet, me ndërtimet e komunitetit shqiptar që kanë dëshirë dhe kanë pasur të ndërtojnë. Faleminderit që jeni sot me neve. Po ashtu do të prezantoj edhe financierin Ordika Dhiun, ju e keni ndjekur, është i kahershëm me televizionin, është me biznes në fushën e inshurencave, por do të thosha është së bashku me vllajën e vet, janë kudo të ndodhur në komunitetin shqiptar, kanë gjithmonë energji pozitive dhe kanë dhënë një kontribut të çmuar për komunitetin shqiptar. Edhe të falenderoj pasi edhe në emisionet që kemi bërë bashku me tematikat ndryshme ju keni qenë shumë korrekte, keni sjellë mendimet që i kanë shërbyer komunitetit. Do të prezantoj edhe profesoreshën Elvira Shkembi, e kam pasur vite para në emisionin Thank You. E ju kuptoni, kur ka qenë emisionin Thank You, do të thotë që ajo ka qenë një aktiviste, pra krahas problemeve, zakonisht zonjat kanë shumë hallë punë në shtëpi. Ajo është marrë vazhdimisht me komunitetin, do të theksoj që ka qenë afërt edhe me studentat shqiptar të cilët sapo vinin në Amerikë gjithmonë ka qenë e gatshëm për të ndihmuar në fushën e matematikës, por edhe në fushat të tjera të cilët kanë pasur nevojë. Profesore, mirë se ke ardhur. Edhe gjithmonë të duam aktive, pra gjithmonë mos jesh asnjëherë në pension, sepse aktivitetet komunitare të rinojnë. Po ashtu, për të parë televizioni, e unë kërkoj një ndjes për juve, sepse ne du të kishim ftuar më parë, ju jeni në fushën e real estate-it, Admir Beçka, dhe mendoj se në të ardhmen do të ndërtojmë një relacion më të mirë bashkëpunimi, dhe juve keni hapur derën. Dhe mbaj qefi që je bashkuar në kësaj nisme, edhe televizioni shqiptar të Amerikës, jam shumë i gëzuar, kam një emocion shumë të madh, por do të kërkoj dhe ndjes për juve. Më parë ju falenderoj që juve si shoqat morët pjesë në 25 vjetorin e televizionit shqiptar të Amerikës, por për arsye teknike, pasi ishte bërë programin përpara me ato vajzat dhe ju prononcimi ishte bërë ato ditë e fundit, unë kërkoj një ndjes, pasi unë dhe si personalisht ju njoh dhe ju ishte atje, ndihem shumë i respektuar me pjesëmarrjen tuaj, e ju falenderoj. Tani, komuniteti shqiptar me vite ka kujtesën e vetë shumë organizime shoqërore, të cilat kanë dhënë
dhe vazhdojnë të japin një ndihmë të madhe për komunitetin dhe për vendindjen, ose për trevat shqiptare etnike nga vim ne, por edhe të tjera shoqata kanë vend, sepse këtë puna e shoqatave është edhe me cikle. Pra, e ndërton për të realizuar një qëllim, pastaj mbaron ai qëllimi, mund mos e vazhdosh me, dhe mendoj që informacioni që sillni ju sot, krijojmë neve atë idenë ose çfarë përfaqëson shoqata juaj, edhe do ta filloja pyetjen me kryetarin. Kur është hapur shoqata Besohet e Diaspora dhe cili ka qenë qëllimi i saj? Zoti Vilat, falenderoj shumë për këtë ekspoze, duke paraqitur gjithë anëtarët, oficerët tanë, por sikundër edhe anëtarët e bordit. Ne jemi një organizatë e cila jemi mbledhur së bashku, në ky grup intelektualësh, me idenë që të energjizojmë diasporën shqiptare këtu, dhe kjo diasporë shqiptare, jo vetëm në shtetin Michiganit, por në gjithë Shtetet e Bashkuara, edhe më tutje, edhe më gjerë do thosha, në mënyrë globale, nëse mund të flasim, të japin ndihmën e vet për rritjen e komunitetit tu në gjitha drejtimet, në drejtimin arsimor, në drejtimin intelektual, në drejtimin e traditave tona shqiptare, por edhe ne si diasporë në fund fare të japim ndihmën tonë për atë dheun, për Shqipërinë, e cila gjithmonë është pika jonë e dobët. Kudo që t'jemi, ne gjithmonë kemi kokën mbrapa. Beso tek diaspora. Çka ka qenë mangut më parë? Është ideja e besës shqiptare. Besimi në vetvete është siguria për gjërat që nuk shikon, bindja për gjërat që ti shpreson. Dhe ne si koncept, ne si shqiptar kemi idenë e besës. Ideja që kur japim fjalën, gjithmonë e mbajmë. Po kombi shqiptar njihet për fjalën e dhënë. Në gjitha territoret e tij, në Kosovë, në trojet shqiptare në Malzi, në Iliriad, në Çamri dhe në Shqipëri. Dhe ne këtë konceptin e besës, duam që t'i themi gjithë komunitetit dhe në një mënyrë të veçantë edhe kombit shqiptar përgjithsisht, që duhet besojë te diaspora, sepse diaspora është ajo që tradicionalisht ka dhënë ndihmën më të madhe për të ndryshuar atë dheun. Nëse shikojmë historikisht, Skënderbeu ishte diaspor, vëllezërit Frashi ishin diaspor, Ismail Qemali ishte diaspor, dhe UÇK-ja në fillimet e veta mund të themi që ishte diaspor. Dhe të gjithë këto pjesë të ndryshme të historisë, Fanoli, Konica, nuk duhen harruar kur, ndofta do ta lidhim me vendin në cilin jemi, ishte diaspor. Nën Tereza ishte diaspor. Dhe gjitha këto pashkovasa, gjitha këto pjesë të ndryshme të kombit shqiptar kanë punuar në kohë të ndryshme për ta çuar, për ta ngritur më tej nivelin. Dhe ne jemi një organizatë që ndjem të thirrje në këtë moment caktuar kohor për të dhënë ndihmën tonë dhe bëm ky grup intelektualësh të cilët jemi në fusha të ndryshme dhe të japim ndihmën tonë që kombi jon, diaspora përgjithsisht, po edhe kombi jon të shkojë në nivelin që duhet. Sikundër e dim ne, fatkeqësisht, kombi jon për një periudhë shumë gjatë, për 90 vjetësh mund të themi. Ndodhet në një situatë e cila nuk shpalos as pak vlerat e tij më të mira. Nuk tregon atë që kombi jon ka. Ne jemi kombë me identitet, jemi kombë me traditë, kemi folklor, kemi muzikë, kemi shkrimtar, gjitha këto gjëra që vijnë bashkë, nuk janë shfrytzuar si duhet që kombi jon të ishte në nivelin që duhet të ishte. Në atë që Naimi aq bukur thotë, lum kush do të rroj që ta shoh zonjë, për gjithë ne së bashku. Prandaj, ky bashkim në këtë pikë kohor ishte që ne të mblidhemi bashkë dhe ta shtyjmë më tërë këtë idealin ton mbarkombëtar, idealin e rilindësve, i cili në një mënyrë ose në tjetër do jetë fanari jonë ndriçues. Ne duam që ta shohim sa më mirë komunitetin shqiptar, Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë në botë. Kjo është ideja. Cilën datë themelimi ka shoqata dhe kur është krijuar? Shoqata janë shoqat jo fitim pruse, me status 501C3, këto janë ligjet të cilat e vendosin statusin e saj. Me shtetin e Michiganit ne kemi bërë regjistrimin ton që në mars të vitit kaluar, dhe ndërkohë jemi aprovuar edhe nga ERS-i me statusin që duhet kemi si organizatë jo fitim pruse. Shpalljen publike, ne kemi kohë që jemi mbledhur me njëri tjetrin, që i njohim njëri tjetrin, që kemi krijuar një ide se ku duam shkojmë së bashku. Por shpalljen publike e kemi bërë në datën 28 nëntor të vitit 2025 në qytetin Westland. Dhe atje u bën ngritja e flamurit,
është hera e parë që flamuri u ngrit në këtë qytet. Ky qytet është qyteti 9 nga madhësia në shtetin e Michiganit. Dhe në traditën tonë të vazhdueshme, ne kemi një nëntor të parë me Skënderbeun në vitin 1443, kemi një nëntor të dytë me Ismail Qemalin në vitin 1912, edhe ndofta duke ndjekur atë traditë, u përpoqëm që t'japin idenë e një nëntori të tretë, i cili është në 28 nëntor të vitit 2025. Aty është shpallja jonë publike. Por ndërkohë, gjithë kjo puna tjetër, është, do me thënë, statuset e këto tjerat, ne kemi kohë që jemi mbledhur, ka kohë që kemi punuar për këto. Falenderoj shumë për informacionin. Cila është struktura organizative e shoqatës dhe marrëdhëniet me komunitetin shqiptar, shtrirja, hapësira, kriteret? Si strukturë kemi një board me këta 4 oficerët, Altini, kryetari, Genti, nënkryetari, Olti, financieri, edhe unë si sekretar, që së bashku me Elvirën, me Admirin, edhe me një rreth 12 të tjerë, që takohemi rregullisht në Royal Oak, të zyra ime në fakt, çdo 2 javë, pak a shumë, ose me Zoom, ose prezencë fizike, do me thënë aty të zyra, që diskutojmë çështjet, problemet e organizatës, planifikojmë për të ardhmen, për evente të ndryshme, si do marrim pjesë, kur do marrim pjesë, në çfarë mënyre. Kjo është pak a shumë struktura. Cila është shtrirja e kësaj shoqate, si është antarësimi, kriteret për të antarësuar, sa keni aktualisht antarë të shoqatës, sepse ju prezantuat bordin. Si është baza, ose si po shkoni në bazë? Cilat janë format, metodat që ju po shkoni në bazë dhe çfarë doni të meni pra nga bazat, cilët element? Bërthama e organizatës është ajo që u përmend këtu dhe antarët e bordit, është e rëndësishme që të përmendim çfarë na bashkon, çfarë na ka bashkuar ne, përse jemi ne sot këtu dhe çfarë duam të bëjmë. Na ka bashkuar dëshira dhe vullneti i mirë për të ndihmuar fuqizuar komunitetin tonë, për të fuqizuar diasporën, për të bërë një bashkim të mundshëm të brezave, të shoqatave të ndryshme, të profesionistëve të ndryshme. Ka shumë shoqata me aktivitetet të ndryshme, kulturore, fetare, sportive, që kanë vlerë edukative, mediatike, si që jeni dhe ju, që kanë dhënë vlera për komunitetin tonë. Dhe qëllimi jonë është që ne të jemi një urë lidhëse për komunitetin tonë këtu në Michigan, por edhe për te. Dhe kjo dëshirë, ky vullnet i lirë, i pavarur, i bazuar në vlera, në merit, na ka bashkuar ne sot këtu. Jemi një grup prej 12 vetash, kemi leadershipin tonë, kemi strukturat që mendojmë janë të nevojshme për suksesin e kësaj organizate, përpiqemi vazhdimisht që ta zgjerojmë rrethin tonë, këtu në Michigan, por edhe jashtë Michiganit, e kemi treguar këtë, gjatë punës tonë mbi një vjeçare do të thosha tani, duke bashkëpunuar me profesionistë të ndryshme, me organizata të ndryshme, shqiptare, këtu në Michigan, në Amerikë, në Evropë, në Shqipëri, për të gjetur një vlerë të përbashkët që do të ishte ndihmës për të gjitha brezat shqiptar këtu dhe do të krijonte një unitet që do ta përforconte ndikimin dhe përfaqësimin ton në shtetin e Michiganit dhe përtej. Jemi 40.000 shqiptar, të paktën numrat zyrtar në shtetin e Michiganit, por ne e dim fare qartë që ky numër mund të jetë deri në 200.000, 180-200.000, dhe qëllimi i kësaj organizate është që të përforcojmë komunitetin duke qenë urë lidhëse dhe duke bashkuar
Dhe si e bëjmë ne këtë? E bëjmë duke promovuar identitetin tonë, duke promovuar vlerat tona, duke ruajtur historinë tonë, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, duke qëndruar larg nga fragmentimi I cili na ka dëmtuar. Dhe kjo me këtë ide, me këtë qëllim të përbashkët, ne duam të vazhdojmë. Është një përpjekje modeste, por që ka frymën dhe dëshirën dhe vullnetin e mirë për të bërë gjëra të mira për komunitetin dhe kombin tonë. Të falenderoj. Do të bëj një pyetje juve, po mund të plotësojnë dhe të ftuarit e tjerë. Në çfarë raport qëndron mendimi juaj, argjonimi I shoqatës tuaj lidhur me jo dhënien energji të diasporës vetëm, por edhe administrim të vlerave që ka sot diaspora. Si është ky raport në juve? Pasi edhe kryetari dhe juve u shprehet që ju doni të jepni energji diasporës, sigurisht gjë pozitive. Por aktualisht diaspora ka energji. Dhe a keni ju në një pikë të programit, megjithëse kam pyetje më poshtë, por që të merreni edhe me administrimin e këtyre vlerave që ka diaspora sot? Secili prej nesh sjell një vlerë të veçantë, sjell një eksperiencë të veçantë. Ne nuk nuk I kemi të gjitha përgjigjet për të arritur atë sukses që ne dëshirojmë, por duke bashkuar të gjitha vlerat tona, duke u mbështetur tek identiteti ton, ku është forca jon, duke u mbështetur tek tradita, tek historia që është themeli jon, okay? Besoj që do të arrihet një sukses që do të jetë në dobi të gjithë komunitetit. Dhe si duam ta bëjmë ne këtë? Ne këtë e bëjmë vetëm me bashkëpunim, me koalicione të gjithë profesionistët, të gjithë grupeve të tjera që kanë apo ndajnë të njëjtën bindje me ne për ta çuar dhe për ta ngritur komunitetin ton në një nivel tjetër. Genti e shpjegoi shumë mirë, por ajo që dua të them është kjo. Ne ka kaq shumë energji në këtë komunitet. Dhe në farë mënyrën se si antarët e kombit ton kanë ardhur në këtë vend, kanë ardhur në disa kohë të ndryshme. Ajo që ne duam të bëjmë është, ne kemi një gjenerat që tani po shkollohet ose është shkolluar në universitetet më të mira të Amerikës, e cila duhet futur në një hulli, duhet drejtuar në mënyrë që ajo të japi ndihmë aktive për fuqizimin e komunitetit dhe të kombit ton tërësi, sepse është ajo ideja që nga familja vjen komuniteti, nga komuniteti vjen kombi dhe shkohet shkallë. Tani këtë energji që këta njerëz kanë dhe këtë know-how ose këtë dituri që ata kanë mbledhur, duke shkuar dhe duke u shkolluar në degë të ndryshme të shkencës, të arsimit, të historisë, të avokaturës, të inxhinierisë, të mjekësisë, duam që gjitha këto vullnetet mira t'i bashkojmë bashkë dhe të krijojmë një si energji që këto së bashku të gjitha të bashkëpunojnë për ta çuar më tepër identitetin ton kombëtar dhe në këtë mënyrë edhe kombin ton. Kjo është ajo gjëja që duhet thënë. Tani, në komunitetin ton nuk ka vetëm potenciale intelektuale, ka edhe potenciale ekonomike të jashtëzakonshme. Ne duam që të dyja këto t'i bashkojmë që në fund fare të përcaktohet rruga se ku do shkohet, këtë zakonisht e bëjnë intelektualet, dhe pastaj edhe këta, me gjitha mundësitë e komunitetit, të suportohen, të ndihmohen për këtë rrugë, e cila në fund fare do të shërbejë kombit. Kjo është ajo ideja e bashkimit që ne duam të krijojmë. Dhe meqense jemi këtu, duhet të them që ne kemi respekt të zakonshëm për gjitha organizatat e tjera që janë komunitet, për organizatën Malësia e Madhe, për organizatën Jehona e Malësisë, të cilët ne edhe I njohim, organizata Rapsha, patjetër ne kemi me fondin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, bile jemi edhe kontribut modest, mund të themi në atë në përpjekjen e atyre për dhënë fonde për studentët shqiptar. Olti ka kontribuar për I kohë gjatë atje edhe si businessman, po domethënë ideja jonë është që gjitha këto të bashkëpunojmë me gjithë njerëzit vullnet mirë që janë në komunitet për të arritur atë që duhet. E tjetra është edhe kjo që ne nuk jemi thjesht organizatë e cila shikon vetëm aspektin e një krajine ose krajinor, po përpiqemi që jemi mbar shqiptar, gjithë përfshirës.
Kushdo që i thot bukës buk dhe ujit uj, në fjalët e të madhit Gjergj Fishta, të gjitha ata duhet punojnë së bashku për të çuar kombin tonë përpara. Pikat drejtimet kryesore të programit më specifikisht kush do të i shpjegoj? Programi shoqatës, ne folëm pak a shumë, ato janë elementet e programit janë, po. E thënë thjesht, misioni është ai që na udhëheq ne. Misioni është fuqizimi me anë të bashkimit të komunitetit, me anë të edukimit, me anë të angazhimit të shoqërisë civile, e cila do të krijonte edhe vizionin tonë. Vizionin e një të ardhme ku diaspora shqiptare nesër të jenë lider. Diaspora shqiptare të jenë njerëz profesionistë, të jenë ambasador të kulturës tonë shqiptare, të jenë njerëz apo të krijojmë ku kemi një brez të ri që është krenar për identitetin e vet, ku kemi një brez të ri që e ruan kulturën dhe historinë e vet. Dhe me këtë mision dhe me këtë vizion ne udhëhiqemi dhe do të vazhdojmë të udhëhiqemi, edhe e them edhe një herë që gjithmonë të udhëhequr nga vlera të pavarësisë, të ndeshmërisë dhe të meritokracisë, sepse vetëm kështu mund të ecim përpara si komunitet dhe si komb. Jemi një komunitet shumë i madh, të bashkuar dhe me një përfaqësim të gjerë dhe dinjitoz, ne do të kemi një ndikim, besoj, të shumë fishuar. Dhe kjo është pak a shumë edhe ajo shtylla kryesore e programit tonë, që do të na udhëheq dhe besojmë duke tërhequr edhe profesionistë të tjerë, edhe njerëz të tillë të fushave të ndryshme, duke patur një kontribut aktiv nga të gjithë. Besoj që këtë mision dhe këtë vizion që e kemi shtyllë themelore të programit tonë, ta shtojmë dhe ta përparojmë. Po mirë, faleminderit. Ka dikush për programin në gjë për të shtuar? Është shumë e rëndësishme reaktivizimi i energjisë të brezit të ri. Fëmijët tanë të lindur ose të ardhur këtu në Amerikë në një moshë relativisht të re, të vogël, kanë atë nostalgjinë e Shqipërisë, kanë atë patriotizmin dhe krenarinë që janë shqiptarë, por ka ardhur koha që me diturinë që ata kanë marrë këtu, eksperiencat që ata kanë, aftësitë që ata kanë arritur të shprehin në shoqërinë amerikane dhe shumë prej tyre janë të suksesshëm, ka ardhur koha që si grup, këta fëmijë, këta intelektual të rinj shqiptar të bashkohen dhe të japin komunitetit ton një energji të re, një energji që do t'i vlej në një do ta ngrej vlerën e komunitetit ton në një nivel më të lartë se që kemi bërë ne apo të paraardhësit tanë. Është një energji e jashtëzakonshme, ka fëmijë, ka student, ka profesionistë të rinj në të gjitha fushat që janë jashtëzakonisht të suksesshëm në botën profesionale këtu në Amerikë dhe është e nevojshme që këto individ të japin kontributin për komunitetin, të japin kontributin për Shqipërinë, ose sigurisht edhe për Amerikën dhe për Shqipërinë, për të rritur vlerat e kombit ton dhe për të çuar ato në një piedestal tjetër. Kam një pyetje për profesoren, meqense ka një tërë në arsim, ka patur dhe studenta shqiptar në klasë, pasi që janë ato rastet kur i bie. Profesore, në që raport qëndron rreziku që i vjen nga liria i tepërt këtu në Amerikë, jo vetëm për studentat, por për të gjithë, po e kam fjalën për studentat. Liria me kujdesjen familjare edhe shoqërore për të ruajtur traditat tona. Në shkollë, çfarë raporti është? Pra, bizotron liria edhe jemi duke e humbur atë brezin, brezat që vinë, edhe atë duhet të forcohet pra kujdesi prindëror dhe kujdesi i shoqërisë. Bëhet fjalë gjithmonë shqiptar-amerikanëve. Si e përshkruan ti? Po, ju kuptoj shumë mirë dhe kjo është ajo që unë kam vënë re gjatë periudhës që kam dhënë mësim dhe veçanërisht
për familjet kur prindrit, do më thënë familjet që sapo kanë ardhur në Amerikë dhe prindrit janë të fokusuar në problemet të tjera, që të emigrosh në një vend të huaj nuk është e lehtë që të përshtatesh. Dhe për të përshtatur me kulturën këtu, me gjuhën, me gjithçka, është shumë e vështirë për prindrit. Dhe humbet ajo lidhja midis prindërve dhe fëmijëve, sepse fëmijët fillojnë dhe e konceptojnë realitetin me një këndvështrim tjetër. Dhe ju duket si kur prindrit e tyre nuk janë shumë të avancuar, nuk janë të përshtatur me këtë kulturë. Dhe në një farë mënyre humbasin ato traditat tona, qoftë dhe rregullat e thjeshta brenda familjes. Dhe ajo që është kryesorja është sepse unë mund të them që 80% e prindërve nuk e flisnin, në kohën që kanë ardhur, nuk e flisnin gjuhën anglisht. Dhe shumer ishin fëmijët ata që përkthenin për prindrit dhe nuk është thjesht përkthim, është interpretim sipas konceptit të tyre. Dhe kjo ka krijuar, si thuash, një shpërndarje, një humbje të kulturës tonë dhe të mos vlerësimit të kulturës tonë, pasi interpretimi i fëmijëve nuk është korrekt. Në çdo moshë, nxënësit interpretojnë qoftë dhe fëmijët tanë, ose qoftë dhe ne kur kemi qenë nxënës. Nuk kemi pasur të njëjtin koncept për jetën, për mënyrën e jetesës, për vlerat morale, kulturore që kishin prindrit tanë. Ata na dukeshin që ishin, si i theshim ne, demode, shumë të vjetër. E njëjta gjë ndodh edhe me brezin e ri. Dhe kjo është ai qëllimi që ne duam të ingranojmë edhe intelektualisht të prindrit që të kenë njohuri për sistemin arsimor, se si duhet, do me thënë, t'i afrohen këtij sistemi arsimor, duke ruajtur në të njëjtën kohë traditat tona. Dhe duam që të gjithë brezat të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, sepse ne brezat tonë të shkuar kanë shumë vlera që ne duhet t'i transmetojmë në përbrezat. Ajo që është kryesorja është ne shqiptarët gjithmonë jemi besnik ndaj njëri tjetrit. Nuk, në qoftë se dëgjojmë që është shqiptar, menjëherë do të shkojmë ta ndihmojmë, qoftë edhe në një dyqan, përveç të përkthyerit në përshkolla, po qoftë edhe në një dyqan, në një ofis, kur në një zyrë të flas shqip. Për t'i ndihmuar ata. Dhe kjo duhet që ne të bëjmë, t'i bashkojmë të gjithë bashkë dhe të jemi krenar që jemi shqiptar. Të mos kenë, se shpesh kam vënë re që nxënësit kishin, si thuash, një lloj inferioriteti për të pranuar që ishin shqiptar. Nuk e di nga vinte kjo, por ama ne duhet t'i bëjmë ata të jenë krenar që janë shqiptar. Dhe këtë jemi munduar, paktën dhe unë me familjen, me fëmijët e mi, që t'ju flasin fëmijëve që kur lindin t'ju flasin shqip. Edhe kërkimet shkencore tregojnë që fëmijët që ekspozohen në më shumë se një gjuhë që kur lindin, bëhen më inteligjent. Fillimisht këtu, kur kemi ardhur ne, nuk na lejoi që t'u flisnim fëmijëve në gjuhën amtare. Ishte si rregull në përshkolla. Por kjo nuk është e bazuar shkencërisht. Sigurisht që ishte për më të mirën e avancimit të fëmijëve në sistemin shkollor, por ne duhet t'i motivojmë prindrit që nuk është thjesht shkollimi, por duhet ruajtur tradita jonë, kultura jonë, gjuha jonë amtare, që është një nga gjuhat indo-evropiane më të vjetrat në botë. Dhe një, do më thënë, që e vlerësoj, po bën edhe shoqata jona e Malësisë, që ka hapur shkolla shqip. Të falenderoj shumë, profesore. Një pyetje që mund të marrim përgjigjen më vonë nga kryetari edhe nga ju të gjithë është a do të shoqata juaj, a do të prodhoj nesër, pas nesër, a keni në projekt që të prodhoj një kandidat për në Senatin e Michiganit për
në Kongresin Amerikan, pra a keni juve një këndvështrim, një vizion në investimi intelektual, ashtu si që jeni vetë intelektual, por tani është më vonë kjo, të ma jepni përgjigjen, do të drejtojmë tek shefi i financës. Shoqata juaj kërkon, ka nevojë për buxhet, ku do t'i gjeni buxhetin dhe ku do më përdorni ato, ku do t'i hithin buxhetin? Po, sigurisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës paraja është pjesë motivuese dhe mëse e domosdoshme për funksionimin e çdo lloj organizate, jo vetëm në Amerikë, po kudo në botë. Organizata jonë momentalisht është financuar vetëm nga, momentalisht, deri tani, është vetë financuar nga kontributet e individëve të grupit, iniciator të organizatës, se cili nga ne si pas mundësive individuale ka kontribuar për të bërë të mundur hapjen e website-it, për të bërë të mundur organizimin e evenimentit të ngritjes flamurit, për të bërë të mundur koordinimin e disa evenimenteve të tjera. Sigurisht, infrastruktura e organizatës tonë ka nevojë për fonde. Ne kemi website-in besotediaspora.org, e cila ka dhe jep mundësi çdo shqiptari që mund kontriboj, është më se i mirëpritur të kontriboj për të bërë të mundur misionin e organizatës tonë, energjizimin e komunitetit tonë për arritje akoma më të larta dhe prezencë më të madhe në shoqërinë e Michiganit. So, besotediaspora.org është website-i jonë, ju lutem nëse mundeni të kontriboni me sa mundësi keni, jeni më se të mirëpritur. Zoti Vela, kisha me qenë se edhe ti e bërë si pyetje, mund ta trajtojmë tani, se edhe Olti e përmendi. Ne si organizat kemi status i cili nuk është status politik. Ne nuk mundet që të përkrahim kandidat politikisht, sepse vetë statusi jonë në ndalon dhe ne jemi të vendosur që ne do t'i përmbajemi rregulla dhe ligjeve të këtij vendi deri në pikën e fundit. Kjo është. Ajo që po thoshte Olti është që një individ ose dy individ që ishin antar me vendimin e tyre individual, jo si shoqat, po me vendimin e tyre individual, por që ishin pjesë e shoqërisë tonë, menduam që të përkrajmë kandidatët shqiptar që janë këtu. Por kjo është në mënyrë individuale, jo në emër të shoqatës, duhet ta sqaroj, duhet të jetë e qartë 100%. Ne jemi organizat e cila statusin e saj është jo politike, apolitike fitimprurse. Nuk, ne duam që komi shqiptar në çdo aspekt e si përpara, patjetër dhe ne është edhe ajo që tha Elvira. Ne jemi komi vjetër, i cili rrugtimin historik e ka pasur të vështirë. Në do të përënë ka pasur gjithmonë vështirë. Nga njerë problemet më të mëdha ne i kemi krijuar vetë. I kemi krijuar vetë sepse kishim mundësim që t'ishim në nivelet të ndryshme, patjetër në Ballkan, po edhe në Evropë. Ishim është një kom ose është një vend cilët Zoti ja ka dhënë të gjitha. Por fatkesisht, keq menaxhimi, me dashje, keq menaxhim me dashje, se nuk e çfarë emri tjetër ti vësh. E ka sjellë në këto lloj nivele, kur njerëzit detyrohen që ta braktisin atë vend dhe të bëhen pjesë e diasporës dhe të vinë këtej. Sipas gjitha statistikave që kemi, braktisja e vendit është në gjendje alarmante, është në gjendje katastrofale. Pse duhet që njerëzit nga ky vend kaq i bukur që Zoti ka krijuar dhe ka bekuar, t'i largohen dhe përpiqen që të shkojnë kudo nëpër botë. Vetë qenia jonë këtu, në një mënyrë ose në tjetër, është që neve na jepet mundësia për të ecur më përpara në jetë, që ky vend i bekuar na i krijon. Por ne jemi, pse mos ta kishim këtë lloj mundësie në vendin e të parëve tanë, në vendin ku ka lindur gjyshrit tanë, baballarët tanë, gjyshet tona, nënat tona. A jeni juve të interesuar dhe a keni një program tuajin për të interesuar për problemet e diasporës këtu, por edhe për vendlindjen? Sepse ju e sollët vendlindjen nuk është në nivelin e dur. Jo në nivelin e dur, po është shumë mbrapa me atë që ndronim neve në 90-ën. Kjo është absolutisht bërthama e asaj për cilën ne jemi krijuar. Kjo është ajo quhet
Por, gjëja kryesore, sepse ne, këtu ku jemi, mendojmë që duke rritur identitetin shqiptar, duke bërë vetëm krenar për këtë kohë të lashtë 10 vjetër, pavarësisht problemeve që ka pas gjatë rrugës tij historike, ne duhet vazhdojmë që ta çojmë më tutje këtë lloj stafete. Problemet e diasporës këtu janë më teknike, nuk janë fort politike. Problemet në treva shqiptare janë tërësisht 80% politike, sepse e kanë kthyer aty vetëm politik, japin mediat, njerëzit, atë shesin, nuk shesin, atë prodhojnë, atë shesin. Si do të jetë, sepse ju jeni apolitik, si shoqat, si do të ndikoni në një vend politik? Politika e keqe. Ne jemi momentalisht apolitik në këtë status në cilin jemi. Dhe do të them diçka Adi do ta sqaroj më tepër. Një aktivitet shumë të rëndësishëm që ne kemi ndërmarrë është hapja një konsullate shqiptare në qytetin e Detroitit. Po ajo që po them është kjo. Këtij komuniteti që është këtu, patjetër i duhet një institucion, një konsullat shqiptar me drejtat plota. Ne kemi një konsul shqiptar këtu që është konsul Nderi, por ne po kërkojmë dhe me respektojmë, por ne po kërkojmë që këtu të i hapet një zyrë shqiptare që të gjithë komuniteti që është këtu. Dhe e kemi shpallur si program, e shpallëm ke shpallja jonë, gjithë komuniteti që është këtu të ketë akses të lehtë për të marrë dokumente, për të marrë pasaporta dhe për të marrë çdo gjë tjetër që duhet. Meqense ma bërë pyetje politike, në zgjedhjet e kaluara në Shqipëri votuan rreth 25.000 shqiptar në gjithë Amerikën e Veriut. E vetmja 25.000 shqiptar, tani llogaritë 2%. Në gjithë Amerikën e Veriut. E vetmja zyrë konsullore në gjithë Amerikën e Veriut gjendet në qytetin e New Yorkut. Tani, prindrit tanë, po marr maman time, që është në moshë, unë nuk do ikë të çoj maman, është qytetare amerikane, ta çoj maman time në New York që të marrë pasaportën në mënyrë që ajo të ketë dëshirën që të shprehë vullnetin për nathdheun e saj. Kështu që kjo përkraje këtu dhe duke i shërbyer komunitetit, jo vetëm komunitetit në shtetin e Michiganit, në Illinois, Ohio, Missouri, gjithë Midwesti, në Ontario në jug perëndimore. Ontario është provinca më e madhe në Kanada. Këto qytete e London që quhet dhe Windsor kanë popullsi të mjaftueshme, të konsiderueshme shqiptare. Edhe atyre nuk duhet të shkojnë në Ottawa ose të shkojnë në New York City për ta bërë këtë. Për të kuptuar mirë me shikuesit që na ndjekin, zoti Beçka është shoqata juaj nuk ka karakter politik, nuk merren me partit, por ju merren me problemet që kanë populli, shteti, vendlindja, hallet, siç është rasti konkret dhe to merrni edhe në të ardhmen, sepse ju mund merrni, azhënojni për zgjedhjet, nëse nuk janë ato të mira demokratike, se s'është diçka politike. Apo patjetër, siç e përmendët ju, këtu ne nuk jemi politik, jemi apolitik, jemi shoqat për të lidhur komunitetin. Dhe ne na ka treguar historia që shqiptarët bëjnë mirë individualisht. Individualisht ne e kemi treguar në Amerikë që në çdo biznese ne shqiptarët shkëlqejnë, si në biznese të ndryshme, edhe në shkenca ose në akademi, në mjekësi, në arsim, në arkitektur, në biznese të ndryshme të siguracionit. Dhe qëllimi janë kryesor është që në këtë forcë të sinergji që kemi, ta bashkojmë. Historia na ka treguar që shqiptarët bëjnë shumë mirë kur mlidhen, por e kemi pak vështirë. Dhe ky është një nga ato sekretet që ne mundohemi ta gjejmë që t'i mbledhin shqiptarët bashkë. Ne vërtet nuk kemi politik për momentin, por zëri jon bëhet shumë i fuqishëm politikisht, kur ne kemi mundësi bashkë të vendosim për çfarë ndodh këtu dhe çfarë ndodh në Shqipëri. Në qoftë se zëri jon ndihet, në Shqipëri ne mund ta drejtojmë rrugën e drejtë të politikës shqiptare ose ta mundohemi ta fusim në linjat, në shqinjat e duhura. 30 ca vjet demokraci në Shqipëri, ne besoj se gjithë nuk e se jemi shumë të lumtur. Mund ta them me shumë keqare të madhe që jemi të zhgënjur. Dhe mendoj që në Shqipëri ka njerëz shumë të mirë, intelektual, të ndershëm, por politika është shumë e ngarkuar, është shumë e lidhur.
ne duke qëndruar jashtë Shqipërisë, po me zemra atje, ne shikojmë më me ftohtësi. Dhe përditshmëria jonë nuk është e lidhur me politikën. Dhe kjo na bën që mendimi jonë ose sugjerimi jonë të jetë i ftohtë dhe të jetë duke marrë përvojën që kemi marrë në Amerikë, ne ta kanalizojmë forcën dhe politikën në mënyrë intelektuale, në mënyrë thjesht si një votues i edukuar dhe futur dhe eksperiencën që kemi marrë nga Amerika, që të tetojmë shtetin të shkojë në rrugën e duhur. Kjo është një lidhje me politikën, duke qëndruar apolitik. Dhe për këtë ne kemi menduar që konsulata, shteti nuk është vetëm për të drejtuar. Shteti, siç e kemi projektuar në Amerikë, shteti është për të shërbyer njerëzve. Një komunitet i madh që jemi këtu, shteti jonë nuk ka asnjë lloj përfaqësimi. Konsulata është një detyrë që shteti shqiptar ja ka këtij komuniteti, sepse ne kontribojmë intelektualisht, financiarisht për atë komp dhe shteti nuk na sjell asgjë mbrapa. Domthonë kjo ishte një nga ato pikësunime që ne nisëm me një datë shumë historike, që është ngritja e flamurit, që e bëm për të parë në qytetin e Westlandit, dhe aty ne nisëm marrjen e firmave për të çdo njeriu që shteti shqiptar ta kuptojë që ky zë këtu ka një zë të fuqishëm, ka nevojë për një, siç e përmendi Altini. Unë nga që merrem me biznesin tim edhe kam shumë herë lidhe me familje që kanë ardhur rishtash në Amerikë dhe i duhet të udhtoj 10 orë deri në konsulatën amerikane për të marrë një ID ose letër njoftimi që i themi ne. Dhe kjo letër njoftimi është shumë e nevojshme për një shqiptar që do zëri i tij të ndihet në politikën shqiptare. Ta marrim nga krau tjetër. Kemi një brez të parë që ka mbi 20 e sa vjetë që jeton në Amerikë. Dhe normalisht bësh qytetar amerikanë dhe ato pasaporta, ose ato letër njoftimi janë të skaduara. Dhe ne na duhen që edhe këto njerëz të kenë mundësinë, duke shkuar në konsullatën këtu, të marrin atë letër njoftimi, të marrin atë pasaport, atë dokument, ose ato informacion që i duhet, që ato të kenë mundësi ta shprehin si ta mendojnë ato mënyrën e tyre se si vullnetin se si Shqipëria duhet të drejtohet politikisht. Shumë faleminderit. Urdo. Ky është edhe një nga qëllimet e organizatës tonë, pikërisht ndërgjegjësimi i komunitetit për të qenë pjesë e jetës jo vetëm profesionale të Amerikës, por të qenë pjesë edhe e politikës Amerikës. Ka potencial intelektual të mjaftueshëm nga brezi i ri i shqiptarëve, të cilët mund të përfaqësojnë shqiptarët në politikën amerikane, siç po e bëjnë 3 kandidatët tashti, por që kanë potencial të paimagjinueshëm intelektual dhe financiar për të arritur dhe për të qenë pjesë e tavolinës ku merren vendimet historike të vendit tonë dhe të Amerikës. Kjo është ajo përgjigje e pyetjes si unë bëra pak më parë, edhe për ju të tjerë mund të plotësoni, lidhur me se nuk do të thotë, se shiko, unë do të kuptoni në regjistrimi është procedurial atje. Edhe Federata Pan-Shqiptare Vatra nuk është politike, po nga mëngjes deri në darkë bën politikë. Nuk të kapën ligji, nuk je kundër ligjit, ju nuk krijoni parti, nuk, por aman juve mund të lidhur me investimin e këtë që foli Zoti Olti, me investimin tek të rinj, të brezat e rinj. Pra një projekt juaj, i shoqatës tuaj që ne do të çojmë Isakun, do ta çojmë tani për të vajtur mbas 3 vjetësh të përgatitet ta suportojmë të vej për në Michigan në Senat. Më lërë të sharoj dhe këtë zotit, sepse është me të vërtet një çështje që na prek gjithë ne. Teknikisht, dhe ne do t'i përmbajmë i ligjet të vendit, sharova deri në fund. Ne do përpiqemi që të jemi ajo ura që Olti po thoshte. Ura ndërmjet gjenerata, koncepti i urës është një ndërtesë që lidh. Se urë mund të jeni motor. Të dyja bashkë, po ndjemi urën në fillim. Një ndërtesë që lidh 2 brigje. Një breg në një anën e djathtë dhe bregun tjetër në anën e majtë. Dhe bën të mundur njerëzve, marrim urën Mackinac Bridge, që është emblematike në Amerikë,
që e çon nga gadishulli i ulët që quhet në gadishullin e epërm, okay? Të lartin. Kështu që ne këtë gjë duhet bëjmë dhe ne duhem që këto potencialet e gjithë shqiptarëve kudo që janë, e shqiptarëve të vjetër që kanë ardhur këtu, e shqiptarëve të cilët në një farë mënyre janë të lidhur me komunitetet e tyre dhe këtu duhet patjetër shprehim respektin ton maksimal për të gjithë 4 komunitetet fetare që ekzistojnë në komunitetin ton Michigan. Ne i shohim ata si partner të jashtëzakonshëm dhe të domosdoshëm. Kemi lidhje dhe kemi respekt maksimal për gjithë liderat e tyre. Dhe duke bashkëpunuar edhe me ta, gjitha janë patriot, gjitha e duan Shqipërinë. Të krijojmë këtë si kundër thash, këtë lloj energjie që edhe gjeneratën e re, e cila po edukohet këtu, dhe po shkon në universitete më të mira. Unë personalisht kam studentë që kanë shkuar në universitete të mira, Princeton, Harvard, Yale. Dhe ti bashkojmë edhe këta që në një farë mënyre, kjo gjeneratë e re që do të dhatë dhe unë, do kombin, por që nuk është aq shumë e ekspozuar sa që kemi qenë ne, kur kemi qenë në Shqipëri, sepse ne në fund fare jemi lidhur në atë dhe. Në një farë mënyrë, mund ta shikosh në këtë mënyrë, ne jemi edhe vetë nga natyra, jemi pak a shumë individ që jemi rreth në 40 tona, nëse mund të themi, në mënyrë se jemi ajo kategorie që një këmbë ka në Evropë dhe këmbën tjetër e ka në Amerikë, një këmbë ka në Shqipëri dhe këmbën tjetër e ka në Michigan, për momentin. Dhe ne duam që të dyja këto anë, të dyja këto koka, shqiponje si të themi, ti bashkojmë dhe që tjetë vetëm një shqiponjë unike, e cila shikon edhe nga dheu, por kryesisht duke filluar që këtu, sepse ne besojmë që diaspora është ajo që duhet tjetë promotori i ndryshimeve, i gjitha ndryshimeve, i ndryshimeve intelektuale, i ndryshimeve ekonomike. Dhe këto përjedhoj do sjellin edhe ndryshimin politik, por duke u fokusuar te këto fillimisht. Unë ju falenderoj, ndoshta ju ngarkojmë shumë me pyetje, pasi juve keni pak kohë. 2 nga aktivitetet tuaja kanë qenë pjesë organizimi i ngritjes flamurit në Westland dhe peticionin që keni bërë për të hapur konsullatën. Sigurisht janë të dyja evente jashtëzakonisht të rëndësishme, pasi për konsullatën nuk ka vite politikanë që nuk e kemi kërkuar vazhdimisht. Çdo institucion ose individ është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, por nuk është për finale, e ju ndoshta mund të keni mirësinë që ta bëni këtë, pasi firmosja mendoj se është një shtys dhe është një shtys. Shiko, një shtet po të ishte ashtu siç duhet, nuk do kishte nevojë për iniciativën tonë, sepse duhet ta bënte automatikisht. Ti ke një komunitet të madh, të fuqishëm këtu. Nuk ka nevojë, është afër mendjes që aty ti duhet të sjellësh një shërbim. Shteti shqiptar duhet ta sillte vetë atë konsulatë. Por ne, duke i marrë këto firmat, në për aktivitetet që kemi bërë, në pavarësia e flamurit, në krishtlindje, festat të ndryshme, në për kafenet, unë kam shkuar personalisht, duke futur personin tim këto firma, sepse njerëzit janë skeptik, për çfarë po merren, sepse për çfarë është kjo gjëja. Thash, duke i sqaruar që kjo është për konsullatën, dhe këto firma duhet që ne zëri jonë të ngrihet edhe shteti ta kuptojë që është një nevojë, por edhe njerëzit po e kërkojnë këtë nevojë. Dhe këto të dyja arsyet shpresoj edhe mendimin e Zotit sigurisht, që politikanët tanë në Tiranë të bëjnë punën që ato janë zgjedhur, të jenë shërbëtorët tanë, shërbëtorët e popullit, që hersh pas here politikanët tonë e harrojnë atë që janë zgjedhur për atë punë aty, nuk janë zgjedhur për gjërat që zakonisht ato kanë dëshirë të bëjnë. Sa firma Po, para se të bëshe website-i, çdo gjë ishte hard copy, unë me Oltin edhe juve kemi bërë. Totalisht tash mund të jemi bërë afërsisht 1500, diçka më shumë, duke i kombinuar po. Dhe ke website-i duhet të sqarojmë diçka, që website-i .org ka një opsion për dhurime. Ne i vlerësojmë dhe i respektojmë, çdo individ që ka dhënë, ka kontribuar në atë, por do ta sqarojmë që në qoftë se shkojnë ke organizata change.org, ato fonde fatkeqësisht do ta sqaroj për të edukuar njerëzit që nuk shkojnë në organizatën tonë. Ato fonde shkojnë për change.org. Kështu që do të jenë vetëm të kujdesshëm, e vlerësoj dashamirësinë atyre që ato duan të na kontribuojnë, i vlerësoj shumë, por ato fonde shkojnë për change.org, jo për ne.
Edhe kjo është e rëndësishme sepse ne nuk po kërkojmë që të marrim fonde nga njerëzit. Kjo situatë Gani, domethënë situata që ne po kërkojmë për këtë konsullat dhe vlerësojmë çdo punë të gjithë atyre që janë përpjekur që ta bëjnë këtë. Është një gur shtesë në ndërtesën e cila në një farë mënyrë është krijuar gjatë gjithë kohërave. Ne mendojmë se tani ka ardhur çasti që kjo të finalizohet. Dhe ndërmjet tyre dy mënyrave, fillimisht ne kemi mbledhur firma në letër, hard copy, siç mund thuhet, tani me atë QR kod që është atje, çdo njeri mund të shkojë ta bëjë edhe mund të vojë firmën. Kjo është absolut ajo që quhet në arsim në edukacion quhet win-win situation edhe në biznes. Domethënë të gjithë fitojnë me këtë, askush nuk humbet. Absolutisht askush nuk humbet. Do jetë në mundësia që të gjithë kenë mundësi që të marrin dokumenta, do kenë akses më të mirë, probleme tjera që mund të kenë me adheun e tyre, çdo lloj dokumenti, dokument familjar, dokument ndofta pronash, dhe gjithë të gjërat e tjera, nëse ka një konsullat tu. Unë dua që të shtoj dhe dua që të bëj thirrje gjithë komunitetit që të shkoj tek me anë të telefonit, bëhet vetëm me anë të telefonit. Këtë peticion e ka hapur një antar i bordit ton, në emrin ton, atje sepse duhet vënë një emër, ke parasysh, Mikael Dvorani e ka nisur peticionin, në emër të organizatës Beso të Diaspora, dhe ata të shkojnë atje të bëjnë firmën që duhet, mos durojnë lek, që në një farë mënyre change.org. Jo, i vlerësojnë për kontributin, por që duhet ata e kanë bërë nga dëshira e mirë, nga dëshira e mirë, ndofta duhet sqaruar më mirë që në fillim. Prandaj edhe unë. Ne kemi peticionin aty. E kemi në të dyja gjuhët. Ne themi arsyet sepse kjo duhet ngjas, sepse ne duhet kemi konsullat tu. Është në të dyja gjuhët. Është edhe në shqip, është edhe në anglisht. Kështu që njerëzit duhet marrin pak kohë, ta lexojnë, të shkojnë fund fare, ta firmosin, të shmangen asaj kur kërkohet domethënë që ata të dhurojnë, po të shkojnë direkt hap për hapin. Është një variant aty që mund ta përhapësh me Facebook. Mund ta ndryshoni ju atë? Është rregulli i asaj Nuk mund është rregulli i website-it. Duhet një website që të bëhet kjo Gani. Jo, s'm kuptove opsionin për të dhënë ndihmë me opsionin për të firmosur. Se kështu e kuptova. Ne vetëm mund ta sqarojmë, po website-i në vetvete Edhe funksioni i website-it. Funksioni i website-it jonë është disa po lindur edhe ka ato deficientat e veta për të cilën ne po punojmë që të përmirësohet infrastruktura e website-it, që të jetë në gjendje të suportojë të gjitha nevojat e publikut. Po në qoftë se mund të shtoj edhe një diçka tjetër që besoj që është shumë e rëndësishme, ne krahas hapjes një konsullate të shtetit shqiptar, kemi kërkuar edhe hapjen e një konsullate të shtetit Kosovës. Ne dim që ata janë vëllezërit tanë shqiptar dhe biles këtë ja kemi sugjeruar edhe ministres së jashtme të Kosovës, zonja Donika Gërvalla, patëm një takim para disa muajsh. Ajo ndau me ne që qeveria e Kosovës nuk kishte allokuar fonde për hapjen e konsullate në 2026. Që kështu sugjerimi jonë ka qenë dhe mbetet dhe do e vazhdojmë, sepse nuk jemi këtu vetëm për shtetin tonë shqiptar, por për të gjitha trojet shqiptare, të gjitha troje ku banojnë shqiptarët vëllezërit tanë. Dhe kjo ishte ideja fillestare, që ne të kishim është bërë një bashkëpunim i tillë nëpër konsullata ndryshme në Evropë, besoj është bërë në Milano, në disa ambasada të bashkë. Ky është ajo u tregua pak si tha nuk kemi fonde për ta bërë këtë, përmendi një shifër për $300,000 që duan. Nëse hapet shqiptarja, akreditohen edhe pjesa e shërbimit konsullor të duhet filluar nga një pikë fillestare. Nëse hapet shqiptarja, pastaj edhe unë shpresoj që edhe shteti Kosovës t'i bashkohet. Në fund fare, kjo është praktika më e mirë për treguar që ne jemi një kombë dhe nuk jemi dy kombë ndara fatkesisht, si kundër jemi tani. Jemi dy shtete fatkesisht. Por ata, domethënë, për shkak të një marrëdhënie të madhe që kanë me shtetin e Iowa, sepse ata prodhojnë ushtar për bond stilin atje, ka një konsullat në Iowa që është shumë larg, shumë e pavolitshme për shumë shqiptarë të Kosovës, të cilët banojnë në shtetin e Michiganit. Por kryesore është edhe kjo, ne duhet kemi parasysh komunitetin jashtëzakonisht nderuar dhe bërtham të gjithë komuniteteve shqiptare që janë këtu, shqiptarët që fatkesisht jetojnë nën malin e zi, në këtë lloj, ata janë, si më thënë,
qershia mbi tort e komunitetit tonë, në kuptimin superior të fjalës. Nuk mund të ketë Shqipëri pa patur Malësi. Është e pamundur, e kam thënë edhe në fjalimin me rastin e ngritjes flamurit. Është e pamundur që Shqipëria të ekzistojë pa patur Malësi, sepse janë komunitet jashtëzakonisht patriotik dhe i kanë dhënë kaq shumë atë tonë. Kështu që ne ta bëjmë të mundur edhe për ata në një farë mënyrë, nëse do jetë mundur, që nëse ata duan që të kenë pasaportën shqiptare në një farë mënyrë. Që e kanë të drejtë. Që kanë drejtë si shqiptarët janë, edhe ata... Shumë ka nga ata që kërkojnë. Absolutisht. Kështu që me prezencën e një konsulli këtu, kjo kërkesë mund paraqitet e drejt për drejt. Se shqiptari është shqiptar, pavarësisht se jeton në Çamëri, apo jeton në Tetov, apo jeton në Lugin, apo jeton në Tuzë, ose në Tiranë. Zoti kryetar, vetëm do më falni pas shërbim ky, vetëm gjenazet që shkojnë nga Michigani për në vendlindjet, qoftë në Shqipëri, qoftë në Malëzi, e Kosovë janë të shumta. Vetëm ato shërbime po t'i marrësh që janë të dridhruese, unë kam pasur vetë pjesëtar të familjes që kam pasur vështirësi dhe pse jam marrë me këto probleme mediatike dhe janë shumë të vështira. Unë i kuptoj shumë mirë juve. Edhe ju falenderoj shumë që keni marrë të iniciativë aq më tepër nëpërmjet firmave, sepse unë kam bërë me dorën time me kërkesë të ambasadorit të mparshëm, s'po i za emrat, kam marrë firmat në institucionet fetare, edhe ja kemi quar ambasadës, ambasada ja ka quar shtetit shqiptar, që kërkesa ishte të hapëshe konsulata në Michigan, pas janë mbi 320.000 veta në Shqipëria, me dokumenta pa dokumenta, si që janë hallet e tyre, dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje, sepse ata diasporën e bëjnë ashtu siç thash fillim fare, vetëm mielin marrin të adhurat nga diaspora dhe nuk japin asnjë shërbim. Ka ardhur koha, e vërtet, diaspora ka bërë kontributet e mëdha për shtetin shqiptar me vite, jo për këto 35 vjet, por edhe më përpara. Mendoj që ka ardhur koha, të majtë të djathë. Pa dallim, nuk po i themi, pa dallim gjithë, ka ardhur koha që zëri jon të dëgjohet. Sepse po e shikojmë si ai, domethënë, që ti investon ose edhe me mënyrë thjesht emocionale ose shpirtërore për atë shkom, për atë vend, për ato prindrit që i kemi aty, për ato kushërinj, për ato miq e shok, që sa herë që shkojmë në Shqipëri, as vit mas viti ti shpreson të gjesh me buzëqeshje i gjen më shumë të zhgënjur, më shumë të mërzitur. Ka ardhur koha për që diaspora ta marrë atë vend që i takon, duke ngritur zërin edhe duke kërkuar ato të drejtat që shteti jon na detyrohet të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Zoti Vila, pse e përmendet? Se do ta them, ne jemi si këngëtarët, jemi të lodhur dhe të mërzitur nga gjitha politikanë që vinë nga Shqipëria këtu, vinë atakojnë në 2-3 ditë dhe kujtojnë se ne jemi ata të cilët ata do na paraqesin si figura atje, të gjitha këto partive që janë në Shqipëri. Po nga që vinë këtu takojnë njerëz të veçantë komunitet, shtrëngojnë duart, nuk e di se çfarë bëjnë, dhe pastaj shkojnë raportojnë atje ke shefat atje që ata kanë bërë punë këtu. Është ulse, është fyse. Është kjo diasporë këtu, kjo diasporë në Shtetet Bashkuara, kjo diasporë në gjithë botën, është shumë herë më lartë se sa mendimet atyre. Ata diaspora këtu ndërkohë po bën në një farë mënyrë është ajo. Diaspora ecën me Ferrari, ata ecin me karrocë. Nuk mundet. Keni shansin historik, thyeni akullin, çoni deri në fund të iniciativë, do t'ju bekojnë, do t'ju urojnë të gjitha miljarët kudo ku janë, pa përjashtim. Lajmërimin na jepni ta vëmë dhe në rrjetet tona sociale dhe në këto televizore shqiptarëve të Amerikës, sepse gjithmonë, jo vetëm juve, të gjithë organizimet shoqërore i kanë derën e hapur në televizion, po kjo nismë për mua është jashtëzakonisht shumë rëndësishme, do më ta ndjekësh. Dhe ajo ke shumë drejt. Por ne duhet që fillimisht të mbledhim firmat në një sasi të caktuar dhe tani ne kemi përgatisim të peticionin që do ja drejtojmë Ministrisë Punëve të Jashtme, Parlamentit Shqiptar mbi të gjitha dhe në një farë mënyrë do na duhet që dalim institucioneve zyrtare. Me institucioneve zyrtare. Kjo do bëhet komplet në mënyrë institucionale, në mënyrë amerikane. Nuk do bëhet unë njoh këtë aty, unë njoh këtë atje. Këta lloj politikanësh që vinë edhe që bëjnë premtime këtu majtas djathtas, jo, do bën të mënyrë. Ne, në një farë mënyre, arrim të kuptojmë që në fund fare ata janë vendimarrësit për këtë çështje. Çfarë kërkoni juve
si shoqat, secili mund t'ja mendim nëse dëshironi, nga shikuesit tanë. Shikuesit e këtij televizioni, të afërmit e tyre, po edhe me anë të parapjes fjalës, ta marrin këtë kod, QR kod, të shkojnë dhe ta bëjnë me telefonin e tyre dhe kjo është ajo ndihmesa që ata mund t'japin për momentin. Nuk kërkojmë as që ata Si është mundësia se kemi një ngerç nga praktika që neve hasim vazhdimisht gjatë informimeve që bëjmë me komunitetin. Këto kodet nuk i aplikojnë një pjesë që janë, do të thosha 30, ndoshta 40% e popullatës që janë të vjetër nuk e përdorin. Çfarë forme tjetër keni menduar? Mund ta shpjegojmë shumë thjesht. Që ta bësh të me kod duhet vetëm të marrësh telefonin. Harroj kod, unë po them me kod se bëjnë. Kemi në të njëjtën kohë, përveç se Modelin QR klasik. kodit, kemi edhe mënyrën Modelin klasike klasik, me letër. me lista ku emri dhe logoja e organizatës qëndron, emër mbi emër, qyteti, telefoni është opsional, Këtë mund të ndonim vjetë, me. po. Këto janë të mundshme. Ku ndodhen këto? A keni një ditë caktuar ju që po s'keni zyrë, a kemi dini këtu bërë- bëri firmat tuara në vend tjetër ku mund vinë njerëzit? E kemi pas dhe atë depo. Ose në Kish, në Teqen, në Atje Xhami. patjetër do të bëjmë. Këto janë ato faza finale, sepse organizatat fetare dhe shoqatat e ndryshme janë kontaktuar. Një aprovim verbal nga këto organizata ne kemi, nga liderët e këtyre komuniteteve ne kemi, dhe do përpiqemi që të jemi prezent në ditët që ata kanë atë pjesëmarrjen më të madhe me një nga prezantuesit tanë ose si grup në ditë caktuara të kisha, të xhamia, të teqeja, të organizatat e tjera Kisha ortodokse. që po dyja të kishat. kisha ortodokse, që të jemi aty të pranishëm me format tona ku njerëzit mund të firmosin në letër, nëse kanë vështirësi në QR code. Njerëzit du t'ju thonë shumë faleminderit si ide që keni iniciativë. Ideja ka qenë Nuk është ngarkesë për njerëzit kjo që të shumë e mirë pritur. Domethënë ne u habitëm në fillim sepse filluam thjesht si lëvizje proteste ndaj qeverisë që nuk bën asgjë ndaj diasporës, por unë personalisht mbeta i habitur me sa shumë interes dhe sa shumë nevojë ky komunitet shqiptar ka nga mungesa e përfaqësimit të Shqipërisë. Absolut. Është shërbim më i nevojshëm s'ka. Dhe Gani të shtoj tek ajo që the çfarë kërkojmë ne nga komuniteti. Urdhë, doktor. Ti bashkohen nismës tonë, të firmosin peticionin, të bëjmë të mundur këtë nismë se do i shërbej gjithë komunitetit, nuk është vetëm për një grup të caktuar. Tjetra, të identifikojmë, po vjen censusi i 2030, zhvillohet çdo 10 vjet. I kërkoj gjithë komunitetit me sinqeritet që të identifikohet si shqiptar etnik. Nuk na pengon njeri të jemi në shtetas amerikan, por kur pyetet për etnicitetin ne mund të themi që jemi shqiptar. Kjo do të jetë një gjë shumë e madhe për ne. Pse? Sepse zgjedhjet e fundit presidenciale, ndryshimi i votave apo votat me të cilat kandidati fitoi ishin 30.000 vota. Dhe nëse themi komuniteti shqiptar ka 180-200.000 shqiptar këtu, atëherë mund ta imagjinoni peshën dhe impaktin që ne kemi si komunitet. Prandaj, ju lutem, identifikoni si shqiptar. Duhet të sensibilizojmë publikun, duhet të sensibilizojmë njëri tjetrin dhe të gjitha organizatave shqiptare, kulturore, sportive, fetare, të na ndihmojnë me këtë iniciativë se do të jetë në dobi shumë të madhe të komunitetit dhe të kombit tonë. Çfarë është ndryshe shoqata juaj nga të tjerat? Por ne nuk jemi se duam që të bëjmë dallime ndërmjet të tjerëve. Ne përpiqemi që të jemi modest. Dhe jemi modest. Dhe në një farë mënyre do ta bëjmë këtë punë duke ulur kokën. Jo duke pretenduar që ne i dimë gjitha dhe ne mund t'i bëjmë gjërat, ne jemi, si më thon ata, që dinë gjithçka. Në një farë mënyre ajo që duam të bëjmë ne është të përpiqemi që t'japim më të mirën tonë që komuniteti jonë, që komi shqiptar të shkëlqej, sepse me të vërtet i ka vlerat për të shkëlqyer.
Nga njerë është si puna ati diamantit që ndodhet në imbuluar me rërë. Dhe fatkeqësisht ka qenë imbuluar për i kohë gjatë. Duhet hequr nga toka, duhet pastruar, duhet kujdesur pak për atë dhe pastaj duhet treguar me të shkëlqimin e vet që i verbon gjithë tjerët. Edhe kjo është ajo që ne përpiqemi të bëjmë dhe besoj se duke qenë një komunitet i cili ka vlera dhe tradita dhe folklor dhe kulturë e cila me të vërtetë është unike. Me të vërtetë është unike, kudo që të shkosh në kombin tonë, shikon diçka unike. Shikon polifonin në Vlorë, shikon sharkin në veri, shikon muzikën. Do më thënë, ky komb që ka arritur që të krijojë këtë lloj kulture, atëherë pse mos jetë nivelet që duhet të jetë? Dhe mendojmë që diaspora këtu është e pozicionuar aty ku duhet për të dhënë ndihmën e saj, që jo vetëm komuniteti këtu, por edhe kombi tërësi të eci përpara. Edhe s'kemi pse jemi ndryshe. Pyetje me vend ajo. Nuk ka nevojë që të jemi ndryshe. Ne jemi me këto personalitetet që kemi, dashuria e madhe që kemi për kombin, investojmë nga koha jonë, nga mendimet tona, dhe kjo shoqat është e hapur për të gjithë. Çdo njeri mund të kontribuojë në mënyrën e tyre, me mendime, me kontribute mendore, ide, të aktivizohen, të futen në shoqatën tonë. Edhe me shoqata të tjera ne jemi gati të bashkëpunojmë me të gjithë. Nuk ka nevojë të jemi ndryshe. Ka rëndësi ideja e jonë të jetë kombi shqiptar. Ajo ka rëndësi. Ndjen veten shërbëtor Gani të kombit, për kombin tonë, edhe patriot. Më bëhet qefi se ne kështu jemi si televizion. Vija e kuqe është jo korrupsion. Okej? Vetëm atë. Vija e kuqe. Vija e kuqe është dëshmëri. Dëshmëria. Të tjerët pastaj ideja, krahina, Feja e shqiptarit është shqiptaria. E vërtet. Me karakteristikat e veta. Kemi diçka tjetër për shtuar? E tham edhe më përpara që gjitha këto shoqata ka një vlerë apo sjellin një vlerë të saktuar në shoqërinë tonë civile dhe ne respektojmë dhe vlerësojmë atë jashtë mase dhe përderisa ne qëndrojmë të ndershëm, qëndrojmë këtu me meritin që meriton çdo kush, besoj me lidhje dhe me koalicione ne mund të arrijmë shumë më tepër se sa me fragmentime. Çdo njeri, çdo familje mund të kontribuojë në atë dheu, në kombi, në këtë nisë që po marrin. Domethënë, edhe ajo mamaje me familjen, tavolina e vogël, kurdo që hahet dreka, darka, çdo familje të mundohet me brezin e ri dhe të vjetrin të flasin shqip. Çdo njeri, domethënë, eksperienca e brezit të vjetër dhe forca, energjia që po merr ky brez i ri. Mos harrojmë, jemi në kohën që fëmijët tanë po mësojnë me AI. Është një shpejtësi jashtëzakonshme, ka një zhvillim të madh. Por ne kemi atë eksperiencën që ne duhet t'i mbajmë gjithmonë atë këto filizat e rinj të lidhur me trungun, me rrënjën që jemi Shqipëria. Tjetra, ne nuk do shpikim rrotën. Ne duhet të marrim çdo gjë që është e mirë. Për shembull, kultura që kemi ne, mikpritja që kemi ne në Shqipëri, me rregullat që ka shteti amerikan. Këto të gjejmë atë të mesmen e artë. Dhe kjo besoj që do na shpirë në rrugë të drejtë. Nuk është shaka, po është e vërtet, kështu si fole këtu në këtë bisedë, kështu e ke edhe punën, kështu e bën punën në real estate? S'para kam qenë flas për vete, por kompania që unë punoj kanë 3 shtylla kryesore. Thonë Zoti, familja, biznesi. Dhe nëse ti i ke gjithmonë këto 3 shtylla të renditura kështu, nuk ka rrugë tjetër vetëm se sukses. Dëshmëri, vetëm dëshmëri. Shumë faleminderit. Ka dikush tjetër që ka shtuar? Jo, ajo e fundit fare që mund themi që ne mbështetemi në traditat më të mira të popullit shqiptar, familja, traditat tona njerëzore, mikpritja, ajo sension tradicional i cilin ne gjithë e kemi. Familja dhe familja në kupton që babai, mamaja, gjyshit që marrin pjesë të këto, vajza, djali, do më thënë që për gjitha ato cilësi që cilat ne luftojmë, që vajza është vajzë dhe djali është djali, po përpiqem që të them Gani. Nga ana tjetër, falenderojmë patjetër gjithmonë bekimin e këtij vendi në cilin jetojmë, që na jep mundësinë që të organizohemi, që është krijuar, domethënë, është ky shtet i cili me kaq potenciale
veçanërisht në drejtim kombit ton, gjithmonë ka step up, gjithmonë ka dalë dhe e ka ndaluar coptimin e mëtejshëm të kombit shqiptar. Kështu që duke qenë këtë pozitë dhe duke qenë këtë shtet kaq në superfuqinë e vetme që ekziston aktualisht në botë, do përpiqemi që të bëjmë më të mirën edhe për atë dhëun tonë. Dhe kjo është ajo që mund të themi në fund fare. Dhe të falenderojmë shumë për mundësinë që na dha. Në vijim ka nisë sepse kjo është thjesht nisma jonë fillestare, por ne jemi duke ngritur edhe grupe të vogla pune, të cilat do të shërbejnë domethënë qëllimeve të ndryshme, nevojave të ndryshme të komunitetit për të arritur qëllimet tona si organizatë. Por të falenderojmë jashtë mase për ftesën, sepse edhe ju jeni një kontribut, jeni një dritare informacioni dhe informacioni sot është tepër i rëndësishëm. Informacioni, identiteti dhe angazhimi do të jenë ato pikat tona kryesore që do të na çojnë përpara. So faleminderit edhe një. Ju falenderoj, shikues të nderuar, isha shumë i privilegjuar sot që kisha në bisedë një grup intelektualësh, të cilët kanë vizion, kanë ide, kanë dhe vazhdojnë të japin një kontribut me vlerë të nivelit lartë, edhe sikurse dëgjuat dhe vetë në programin e tyre. Mendoj se do të bëhemi pjesë, ta fillojmë nga ajo më imediatja, ta fillojmë nga ajo më praktikja, të bëhemi pjesë e firmimit, pa të firmosim për peticionin që të kemi një konsulat këtu në Michigan. Dhe ju uroj të gjithëve juve në familjet tuaja, ju personalisht, të keni suksese dhe të jeni të shëndetshëm, edhe të keni sa më shumë aktivitete, pasi gjithmonë shoqatat jetojnë dhe janë jetë gjate kur ato kanë aktivitete konkrete. Ju falenderoj që ishit. Televizori Shqiptar të Amerikës me prezencën tuaj e shtuar një vlerë dhe me shpresë të shikojmë në emisionet tjera. Faleminderit.